Moderatori e njohur Kiara Tito ka reaguar publikisht pas deklaratës së Dojna Memës, e cila disa ditë më parë tha se Kiara i kishte hequr nga followersat në Instagram pas një arsye. Në një intervistë, Dojna kishte shprehur habinë e saj për këtë veprim duke thënë: "Kiara më ka hequr nga followersit dhe nuk e di pse." Kot. Edhe pse nuk e zgjeroi komentin, fjalët e saj lënë të kuptojë se mes dy moderatorëve dikur kishte ndodhur një ftohje. Megjithatë, Kiara ka vendosur të sqarojë situatën dhe t'u jap fund zërave që qarkullojnë prej ditësh në rrjetet sociale. "Nuk e kam hequr unë, më ka hequr Dojna vetë. Të diskutosh këtë është si diskutim adoleshentësh. Kemi qenë kolege, kemi pirë kafe, kemi ngrënë bukë në një shtëpi. Nëse do ishte kjo mrekullosi kaq e madhe, do të ishte bërë kjo bisedë jashtë kamerave", u shpreh Kiara. Ajo shtoi mëtej se shpesh është sulmuar pa të drejtë media, por nuk ka dashur të viktimizohet apo të ndërtojë vëmendje mbi konfliktet me të tjerët. "Hajde të themi emrin e Kiarës dhe hajde të klikohemi. Unë nuk bëj karrierë me emrat e të tjerëve. Shumë herë jam sulmuar pa të drejtë, por nuk jam viktimizuar."